Të nderuar zonja dhe zotrinj, ju aktivist palodhshëm të Partisë Guxo brenda dhe jashtë Kosovës, ju që në fakt jeni ai zemreku i kësaj partie. Shumë i dashur dhe i nderuar kryetar i Mitrovicës, kryetar i Partisë Guxo, i dashur Faton, në kryetar të nderuar Haxhi Abdyli dhe Jeta Statovci, sekretare Triera Kasumi Berisha, kryetari i Forumit Rinor Lendrit Iljazi, deputetët Albena Rishikaj edhe Nezir Graki, kryetar të degëve Guxo në Kosovë dhe në Mërgat, dhe një përshëndetje e veçantë i shkon shefit të shtabit zgjedhor të Partisë Guxo, profesor Recep Gjergji. Vëllezër dhe motra nga Kosova dhe Mërgata, këtë fund vjetori nuk do ta kemi vetëm thjesht një ndrim moti. Të dielën vendosim për një kapitull të ri, një kapitull edhe më të mirë për Kosovën. Një kapitull që i jep fund sabotimit dhe blokadës nga ana e opozitës së zbetë dhe të dobët. Fitoria me 28 dhjetor kërkon punë, kërkon energji nga secili prej nesh, nga secila dhe nga secili. Prandaj deri në sekondën e fundit nuk duhet të ndalemi, jo vetëm të shpjeguari se cili është pranë programi ynë dhe të mira që i presin qytetarët dhe Kosovën gjatë mandatit të ardhshëm, por edhe nuk duhet të rreshtrim së shpjeguari zëshëm e qartë se çfarë ndodh kur opozita nuk heziton ta çojë vendin buzëgreminës. Ju të gjithë e keni parë mirë që ata në luftën e tyre kundër Albin Kurtit dhe qeverisë janë verbuar tërësisht. Nuk po e luftojnë vetëm qeverinë, por po e godasin fort vetë shtetin. PDK, LDK, AAK, Nisma, i pam të gjithë, u përpoqën të blokojnë gjithçka. Por me blokadën e tyre, ata nuk e gjunjëzuan dot shtetin ton, edhe pse e provuan. Ata refuzuan zgjedhjen e kryetares së kuvendit mbi 50 herë. Një procedurë që në fakt në çdo shtet normal është procedurë e zakonshme. Ata bllokuan marrëveshje ndërkombëtare me miliona për Kosovën, bllokuan miliona nga buxheti për komunat, bllokuan madje edhe milionat për komunat në të cilat qeverisin vetë, pa pikë përgjegjësie dhe me një mlef të madh për të shkatëruar. Kjo blokadë, kjo opozitë, të nderuar zonja dhe zotrinj, Kosovën do ta mbajë peng. Me 28 dhjetor, varet nga ne të gjithë se a do t'i japim edhe një herë shansin të njëjtëve për të bllokuar dhe frenuar. 2026 do t'jetë vit i mbar për Kosovën, një vit ku Kosova do t'jetë edhe më e fortë. Për këtë na duhet një votë e fuqishme, e cila na e mundson konstituimin e menjëhershëm të kuvendit dhe formimin e qeverisë pa humbur kohë. Për këtë na duhet vërtet secila votë e vetme. Sapo e fituam së bashku një betejë domethënëse për një komunë dhe një qytet të cilat janë simbol i Kosovës. PDK, LDK dhe AAK edhe atje u bën bashk, siç në fakt janë bashkë gjithkund, dhe hodhën gjithçka në këtë betejë. Shpifje, para, media, manipulim. Por ne fituam. Po flas për Mitrovicën, për këtë fitore kaq të madhe dhe domethënien e saj, për Mitrovicën dhe për gjithë Kosovën. Dhe ja ku është sot Faton Peci, fitues i kësaj betejë historike. Kryetari i Partisë Guxo, kryetari i komunës Mitrovicës, në krye të detyrës sot, pas fitores historike bashkë me Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosje. Nga kjo foltore punë të mbarë për Mitrovicën dhe për Kosovën. Të dielën e ardhshme duhet të votojmë të gjithë. Natyrisht edhe vajzat, gratë dhe nënat tona. Pa to nuk fitohet në Kosovë asnjë betejë. Duhet votojmë të gjithë, si në vitin 2021. Edhe 6 ditë na kanë mbetur. Dhe gjatë këtyre 6 ditëve trokisni në çdo derë dhe sqaroni mirë se çka ndodh kur nuk dalim të gjithë të votojmë. Nga prilli e deri në dhjetor të këtij viti e keni parë mirë
se çka ndodh kur një front i korrupsionit të vjetër përpiqet ta gjunjëzojë Republikën e Kosovës. Prandaj mos rrini pasiv. Ndihmoni në mobilizim të secilit dhe secilës. Dilni dhe votoni. Sepse hiç nuk ka rëndësi a do të jemi ministra apo deputet. Do të punojmë aty ku i shërbej më së miri vendit. Dhe për këtë, personalisht jam kthyer për të shërbyer, për ta bërë Kosovën edhe më të fortë. Por me 28 vjetor nuk votojmë vetëm për emra. Votohet për Kosovën, për demokracinë dhe zhvillimin, sigurinë dhe begatinë e saj, këtu dhe në Mërgat. Mund t'ju flisja shumë për liberalizimin e vizave, njohjet e reja, forcimin e partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, miqt, partnerët dhe aleatët tanë në NATO dhe BE. Mund t'ju flisja shumë edhe për ekonominë, punësimin, sukseset për gratë, familjet dhe fëmijët. Po ashtu mund flisnim gjatë edhe për propagandën, për luftën hibride, por këto ju i dini. E dini edhe që partneriteti ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-n, miqt, aleatët dhe partnerët tanë, sot është më i fortë se kur. Veç tregojuni edhe atyre që i ndjekin lajmet dhe bjen prej e tyre. Në nënshkrimi i fundit i presidentit Trump, heqja e masave të BE-s, njohja e fundit e 4-ta në radhë e kësaj qeverie nga Bahamat janë vetëm një dëshmi e vogël e kësaj. Prandaj, me një vot masive të dielën, duhet ndahemi përfundimisht nga ndikimi i Serbisë dhe nga fronti LDK-PDK-AAK dhe satelitët e tyre. Kosova është në shënjesër të atyre që vendin tonë duan ta zhdukin nga faqja e dheut. Vučići, Putini nuk i fshehin ambicjet e tyre hegemoniste, sepse Kosova është një histori e vërtet suksesi. Jo vetëm për ne, por edhe për miqt, për partnerët dhe për aleatët tanë. Ne jemi evropian të vërtet. Jemi kombi më evropian dhe më perëndimor rajonin tonë dhe kur nuk devijojmë nga ky vizion i të parëve tanë, simbol i cilit është bërë presidenti Ibrahim Rugova dhe vizioni i tij. Dhe kur jemi te presidenti Rugova nuk mundem pa përmendur edhe një parti të cilën leadershipi i saj që disa vite me radhë e ka degraduar në atë mas, sa përsëri garojnë vetëm për vendin e tretë. Një parti që më parë është në gjendje të bllokoj funksionimin e shtetit, të gjithë shtetin, sesa të hyjë në qeveri pa PDK. Dhe prandaj nuk duam kthim prapa. Kthim në kohën kur sundonte korrupsioni, kur njerëzit mashtroheshin, vidheshin, vriteshin, kur krimi dhe korrupsioni ishin ulur këmbkryq në kryet e institucioneve. Është një vendim i madh për fatin e vendit tonë të vogël, në një kohë shumë të rrezikshme për të gjithë kontinentin tonë. Të nderuar zonja dhe zotrinj, shërbimet ushtarake jo vetëm gjermane nuk e përjashtojnë mundësinë që Putini ta sulmojë perëndimin edhe para vitit 2029. Ne jetojmë në Evropë. Dhe po e them hapur, edhe si ministre punëve të jashtme, jetojmë në një kohë shumë të rrezikshme. Në një kohë kur nga Baltiku deri në Ballkan flitet përsëri për luftë e për paqe. Nuk guxojmë të adorzojmë fatin e Kosovës, atyre që na e kanë dëshmuar se sa vlen për ta sovraniteti i Kosovës. Prandaj të nderuar partnerë të koalicionit, së bashku me ju, së bashku me lëvizjen vetëvendosje, këto zgjedhje do t'i shndërrojmë në një festë të vërtetë. Dhe për këtë na duhet një kryeministër i fortë si Albin Kurti, partneriteti i dëshmuar, serioz dhe parimor mes lëvizjes vetëvendosje, alternativës, Partisë Shqiptare Demokristiane me Partinë Guxo. Por nevojitet edhe secili prej jush. Pa juve ne nuk mund të fitojmë. Deri të dielën duhet luftojmë çdo ditë, çdo orë për një rezultat bindës nga i cili dalin institucionet fuqishme. Ndërkohë që ditët po kalojnë, rrugët dhe qytetet e Kosovës po mbushen çdo ditë e më shumë me mërgimtar, të cilët vinë për të kaluar pushimet e merituar në mesin e të dashurve të tyre,
por edhe për të dalë masivisht në zgjedhje dhe për të kontribuar si para 4 vitesh në fitoren e madhe dhe ndoshta më të rëndësishmen për zhvillimin dhe të ardhmen e Kosovës. Kam vetëm një këshill për ju mërgëntar. Mos i dëgjoni ata që ju shajnë e ju fyen, që përpiqen t'ja u mohojnë të drejtën e votës dhe të vendimarrjes. Nga dëshprimi e kanë, sepse vota juaj e pastër, e drejtë, e pa kompromentuar dhe e pa korruptueshme është tepër e nevojshme për Kosovën. Dhe mos harroni që Kosova ju don fort, ama ju don bashkë fort. Dhe kur nuk e harron kontributin tuaj për çlirim dhe për zhvillim. Dhe tani që ndodhemi në udhkryq dhe vetëm bashkë do të mund ta mbajmë kursin e domosdoshëm për të ardhmen dhe të tashmen e Kosovës, me 12 kandidatët e partisë Guxo, por edhe me të 110 kandidatët e lëvizjes vetëvendosje, të alternativës, të PSHDK-s, të bashkuar në listën e koalicionit ton me numrin 116, ju kemi ofruar listën më të mirë të kandidatëve, jo vetëm të këtyre palëzgjedhjeve. Prandaj, mos harroni, kur të shkoni ditën e diel te kutia e votimit, votoni në radhë të parë numrin 116, pra numrin e subjektit dhe më pas numrin 1, kryeministrin e tashëm dhe të ardhshëm të Republikës Kosovës dhe deri në 9 kandidatë të tjerë nga koalicioni ynë. Dhe kur të bëhemi bashk, të gjithë, burra e gra, vajza e djem, nga Kosova dhe nga Mërgata, fitoria jonë është e pashmangshme. Qoftë e bekuar Republika e Kosovës dhe qytetarët e saj.